ka qenë dhe më thonë një, se unë edhe shokët edhe përpara që para se më ardhë këtu, më thonë, në Prishtinë, më thonë ka qenë Shevqeti, ka qenë Fawzi Rama, ka qenë Ramadan Simini, ka qenë edhe Edmond Rugova dhe Jusuf Tortoshi, me të cilët jemi njohë, për sidomos dhe më thonë ka qenë edhe legjenda edhe atëherë edhe legjenda e futbollit, lojtarin, një ndër lojtarët më të mëdhej që ka pas, dhe më thonë, Kosova, i diri Fadili Mbokri. Dhe më thonë, ata ka qenë edhe, ashtu me thonë edhe si iniciator që edhe unë të bëhem pjesë ekipës e Prishtinës, pjesë një gjenerate të artë të futbollit. Po kemi qenë një shoqni e atashme si në fush, ashtu edhe jashtë fushës, dhe më thonë kemi pas marrëdhënie edhe ajo marrëdhënie ndërshoqërore, ndërrasin e ka bë që dhe më thonë edhe në ato që kemi bë edhe jashtë fushës, dhe më thonë kemi bë edhe në fushë, dhe më thonë s'kemi pas respekt ndaj asnjë ekipe, dhe më thonë kemi zhgënjur edhe i kemi fitu edhe ekipe shumë më të mëdha, dhe më thonë që kanë qenë në ish Jugosllaven katërshi që njihet si katërsha më e madhe, dhe më thonë Crvena Zvezda, Partizani, Dinamoja edhe Hajduku, dhe më thonë të cilët këtu kur kanë ardhur sidomos në Prishtinë para 40.000 shikuesve, ajo që vështirë do të ndodhë ndonjëherë, dhe më thonë kemi zhgënjur, i kemi mundur dhe i kemi qenë mjaft fort. Edhe kemi qenë edhe pretendent për me shku edhe ka qenë atëherë bashte Kupa e Radivojë Korraqit, sikur se tash thojmë si kjo konferencë ose UEFA Liga, dhe më thonë, mirë po për shkak disa arsyeve banale, për do shkaqe nuk arritëm që vitin e parë të plasohemi në atë kupë, që thoshte Kupa e Radivojë Korraqit.